Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më përzemër të qofshin mbi fulën e profetëve Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit. Zoti ju bëje tubimin ton, tubim të begat, të bereqet, mos lejo që në mesin ton të ketë të privuar nga mëshira jote të përjashtuar prej saj. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë sonte sërish me jetën e të shjuarve, ku do të trajtojmë çdo herë nga një personalitet. Normalisht nuk është se I japim hakun, aq më tepër kur flet për kolos të mëdhej siç është ky I sotmi, Abu Ubejdah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nuk është se ne I japim hakun, po ne lutim Zotin xhel xhelalu domethënë na mundsoj që të përcjellim sadopak nga mesazhet e jetës tyre. Dhe qëllimi I këtyre ligjëratave është të hedhim pak dritë mbi këta kolos të mëdhej të Islamit. Jo fiks, domethënë të parashtrojmë jetën e tyre ose të prezantojmë jetën e tyre, por të hedhim pak dritë. Personaliteti sotëm quhet besniku I këtij ummeti, Abu Ubejdah ibn al-Jarrah. Emri I tij është Amir ibn Abdullah ibn Jarrah al-Qurashi. Normalisht është shquar domethënë në gjuhën arabe që shpesh herë përdoret Ebu filan dhe emri është diçka tjetër. Pra emri I tij është Amir, I biri I Abdullahut, I biri I Jarrahut. Jarrah të përkthesh ndryshe në gjuhën tonë është kirurg, pra që do të thotë që gjyshi I tij është mjek I kohës, pra ka bën ndërhyrje të kohës. Ai sa ka qenë mundësia me bën atë kohë. Abu Ubejdah ibn al-Jarrah është ndër të parit të cilët e ka pranuar Islamin. Abu Ubejdah ibn al-Jarrah është një ndër ata njerëz nga 10 të përgëzuarit me xhenet, paktën 6 prej tyre janë bërë musliman, nduar dhe Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dhe një prej tyre është dhe vet Abu Ubejdah ibn al-Jarrah. Abu Ubejdah ibn al-Jarrah ka një të shkuar domethënë edhe para pranimit të Islamit nga ana e tij, se shpesh herë I prezantojmë njerëzit vetëm kur bëhet fjalë për në Islam, por edhe para pranimit të Islamit, ai dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu kanë qenë dy personalitete të cilët shquhenin për zgjuarsinë e tyre në Mekë. Jo vetëm zgjuarsinë, po ishin ndër ata persona, ndër ata njerëz që kur dëshironte dikush të ndante muhabetet, pra muhabetet I ndante një I ditur, nuk I ndante një I fortë, me pretendimet e ndryshme, I ndante kush? Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe Abu Ubejdah ibn al-Jarrah. Siç e thash, pra Abu Ubejdah është ndër të parit të cilët ka pranuar Islamin, jo vetëm kaq, por ai ka patur nderin e madh që ka prezantuar në çdo betejë dhe në çdo ndodhi në cilën ka prezantuar pejgamberi alayhis salam ose ka marrë pjesë I dërguar I Zotit. Vazhdimisht qëndronte pranë pejgamberit alayhis salam, ai sa në betejën e Bedrit normalisht ka marrë pjesë, por në Uhud ai pejgamberi alayhis salam u plagos dhe një ndër plagët të cilët e mori në këtë betejë ishte domethënë dhe si pasojë milferit ose parzmorës tij ose kokorës së tij, ku hekuri domethënë I hyri këtu në këtë pjesën këtu të dërguarit Zotit, pra, dhe lipsej që t'ia hiqi atë hekurin që I kish hyrë këtu. Me dorë normalisht që ishte shumë e vështirë pra do e dëmtoje. E mori përsipër Abu Ubejdah ibn al-Jarrah me ia heq këtë pjesën e mbetur, domethënë ose mbetjet e mighferit. Dhe ka nis t'ia heqi me dhëm, t'ia shkuli me dhëm, domethënë I përqendruar. Imagjinoni domethënë që ta kapësh me dhëm diçka dhe tentosh ta shkulësh domethënë aty pa I shkaktuar plagë ose dhimbje të tjera. Dhe I ka rënë fillimisht I ka rënë dhëmbi lart ose dhëmbët lart. Më pas e ka kapur sërish, ashtu siç ka mund, dhe I kanë rënë dhe dhëmbët poshtë. Ajo që ne e quajmë në gjuhën tonë domethënë dhëmb shkulës, apo jo, e përdorim diçka të tillë, e kanë thënë sahabët nuk kemi pa dhëmb shkulës më të hijshëm se sa Abu Ubejdah. Nuk kemi pa dhëmb shkulës më të hijshëm se sa Abu Ubejdah radhiyallahu anhu. Pejgamberi alayhis salam kishte një vlerësim
maksimal për Ebu Ubejden me patjetër, por krahas vlerësimit maksimal që kishte për këtë zotëri, siç do të përmendim raste të tilla, i ka dhënë titullin besniku i këtij ummeti. Dhe ka thënë, po kur ja ka dhënë këtë titull, të krishterët e Nezhranit, një zonë e Yemenit sot, shkojnë tek pejgamberi alayhi salatu wasalam, ishin dy vëllezër ato, njëri mbret dhe njëri princ kurore, thon ndryshe. Shkojnë tek pejgamberi alayhi salam dhe fillimisht ishte ajo dëshira e mulaanas. Mulaanas çfarë është? Përshkruan Zoti në Kur'an, kul ta'alu thuaj ejani nad'u abna'ana wa abna'akum, të ftojmë bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, dhe të mallkojmë. Të mallkojmë do të thonë që me kë është haku, të mallkojmë. E para herë kjo nuk është një metodë islame, por kjo ka qenë i detyruar i dërguar i Zotit që e ka praktikuar diçka të tillë me të tillë njerëz. Dhe kur kanë shku këta dy zotërit, i ka thonë vllajt, mbretit. Ka thonë ore, po me qenë me vërtet mbret, me qenë me vërtet pejgamber ky, si do ja bëjmë? Pra se do na mallkoj, do na zër mallkimi. Po çfarë të veprojmë të? Atëherë thotë, le të veprojmë ndryshe. Le të themi të na prezantoj këtë fe. Për s'është nevojë tani o burra, hajde se të mallkojmë njëri tjetrin. Dhe pasi prezantohen me fen, i kërkojnë profetit alayhi salam dhe i thanë, duam prej teje të na vesh në dispozicion, na shoqëroj një besnik. Dhe nuk pranojmë tjetër kënd. I ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, unë do ju vend dispozicion, jo besnik, por më besnikun e mundshëm, ndaj ejeni nesër mëngjes tek unë. Thot Umeri radiallahu anhu, kjo është hera parë që kam dëshiruar, domethënë që të isha unë njeriu të cilin pra profeti alayhi salatu wasalam do e propozonte, mirë po të nesërmën kush do të ishte? Do të ishte Abu Ubejde ibn al-Jarrah radiallahu anhu, i cili shkoi në shoqërinë të këtyre njerëzve të këtij grupi, duke udhëtuar drejt Yemenit, duke i mësuar fenë Allahut subhanahu wa taala dhe krahas mësimit të fesë Allahut, duke treguar se çfarë është haku i Zotit në pasurinë e tyre dhe duke ia shpënë atë profetit alayhi salatu wasalam. Pra nga këtu konsiderata e parë, dërguari i Zotit ishte vlerësimi i tij, ka marrë titullin domethënë Aminu hadhihi al-umma, ose kur ka thënë në një hadith tjetër, çdo ummet, çdo kom e ka nga një besnik dhe besniku i këtij ummeti është Abu Ubejde ibn al-Jarrah. Po ta shikoni të nderuarit e mi, ose nëse shikojmë me vëmendje, profeti alayhi salatu wasalam gjithë shokëve të tij, flasim më kryesorët e tyre të cilët kanë spikatur, ja ka përmendur në një cilësi të caktuar, siç përmend domethënë për Muadhin radiallahu anhu, ose për Aliun, ku thot aqdakum Ali, ai i cili i njeh më së miri çështjet legjislative në raport me gjykimin është Aliu, ose kur flet domethënë a'lamukum bil halali wal harami Muadh, ai i cili më shumë të njeh halalin dhe haramin këtë kapitull nga ju është Muadhi. Aqra'ukum Ubay, më i këndushmi prej jush, domethënë Kur'anin familjar, në mënyrën se si e këndon Ubay ibn Ka'b, kështu me radhë, domethënë nëse vrem me radhë, profeti alayhi salatu wasalam i ka dhënë nga një karakteristikë të veçantë këtyre shokëve të tij. Valla e ka bërë diçka të tillë për t'i motivuar apo ka qenë një realitet? Jo, në rrugën e mirë. Për te e saj që mund të jetë motivim, por e para gjithave është deklarim dhe dëshmi nga ana profetit alayhi salatu wasalam për sifatin, për cilësinë e mirë të cilin e bartë. Për shembull kemi një rast ku profeti alayhi salatu wasalam dëshmon për një prej shokëve të tij, Al-Ashaj ibn Qais. Al-Ashaj ibn Qais. Shkon një grup, një delegacion tek profeti alayhi salatu wasalam për ta vizituar, por në mesin e tyre njëri nuk shkoi bashkë me delegacionin, pra siç kishin shku për rrugë, shkuan ke profeti, ky jo. Ky veproi ndryshe. Ky shkoi, u la, u shpla, ndroi rrobat, u parfumos, më pas shkoi tek profeti alayhi salam. Kur shkon i thot profeti alayhi salatu wasalam, innaka mru'un, ti je njeri që i ke dy cilësi të cilat i don Allahu dhe i dërguari i tij. El-hilm wal-anat, butësia dhe maturia. Je i mençur dhe je i matur. I thotë i dërguari i Allahut, ti je njeri që i ke dy cilësi të cilat i don Allahu dhe i dërguari i tij. El-hilm wal-anat, butësia dhe maturia. Je i mençur dhe je i matur. I thotë i dërguari i Allahut,
atë krijuara prej Allahut apo të përfituara nga ana ime gjatë jetës? Thot krijuara prej Allahut. Thot elhamdulillah, falenderoj Allahun, i cili ka mbjellur tek unë veti dhe virtytet të cilat ai i don. Pra i ka përshkruar si dëshmi në të njëjtën kohë normalisht që është edhe motivim. Dhe Abu Ubejde ibn Jarrah në rastin konkret do të jetë ai besniku i këtij ummeti, ose të tjerë nuk ishin besnik. Domethënë këtë veti e kishte akoma dhe më të theksuar. Krahas kësaj Abu Ubejde ibn Jarrah radhiyallahu anhu është edhe shumë modest, por është edhe shumë zahid, shumë asket në çfarë aspekt. Domethënë nuk është ai tipi ambicioz i cili thotë ta shfrytëzoj çdo moment apo çdo mundësi që më ofrohet për një të mirë të lakmueshme. Dhe po përmendim një rast. Dërgon profeti alayhi salatu wasalam Abu Ubejde ibn Jarrah radhiyallahu anhu dhe pas tij, pra kur themi e dërgon me një detyrë. Dhe zakonisht to kanë qenë domethënë me çeta, pra në krye të një çete ose në krye të një delegacioni, shënësi po ka. Dhe pas tij thot dërgon Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, i cili nuk kishte shumë kohë që ishte bërë musliman. Tani kur çon dy veta dhe i jep porosi, wala takhtalifa, ju mos shprehni domethënë mos pajtim me njëri tjetrin, pra qëndroni të pajtuar, do të thotë që njëri prej këtyre dyve duhet të jetë ai prisi. Mirë, po halli është kush është prisi tani. A është Abu Ubejde që ka qenë i pari dhe Amri ka qenë mbështetës i tij, apo është Amri i cili shkon më pas? Se kjo ka ndodhur për shembull edhe me Abu Bekrin radhiyallahu anhu, kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e caktoi si emir, si prijes të haxhit, dhe më pas dërgon Aliun kur e shef Abu Bekri, pra kjo nuk është ambicie, po nuk ka asnjë të keqe që gjërat të qartësohen. Kur e shef Abu Bekri radhiyallahu anhu, e pyet atë Aliun radhiyallahu anhu, a prijes apo nën prijësinë time? Pra donte të dinte që çfarë pozicioni, çfarë roli ka ai aty. Jo thotë i prirur, pra prihem nga ti, përpos një momenti që do të lexoj një porosi të profetit alayhis salam për kur të jemi në Arafat. Pra e sqaroi detyrën. Tani Abu Ubejde nuk e pyet fare Amrin se kush prej nesh është i pari. Por e legjitimon Amrin pa e kërkuar Amrit diçka të tillë. Si e legjitimoi? Erdhi koha e namazit. Kur erdhi koha e namazit, Abu Ubejde i thotë Amrit që futu ti. Edhe po ta kapshë domethënë, edhe në aspektin shkencor, fetar, i takonte Abu Ubejde sepse ishte më i ditur, ishte më i hershëm, kishte shumë veti. Abu Ubejde nuk i shifte fare këto gjëra. Direkt në temë, futu ti. Kjo është një lloj pohimi dhe miratimi. Shikoni se si jetonte me thjeshtësi, jetonte me modesti. Abu Ubejde radhiyallahu anhu ka patur një vlerësim jashtëzakonisht të veçantë, pra ka gëzuar një konsiderat të veçantë nga i dërguari i Zotit alayhi salatu wasalam. E dërgon pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe kjo ka qenë në vitin e 8 të hijretit, të emigrimit të tij nga Mekka për Medinë. Në mund të ishte edhe betejë, pra siç e sqarova dhe mbrëm, këto quhen serije, aty ku nuk merr pjesë profeti alayhi salatu wasalam, nuk quhen betejë, ghazwa, po quhen serije. Dhe thamë që profeti alayhi salatu wasalam sa betejë ishin zhvilluar total në jetën e tij, në sa kish marr pjesë dhe në sa serije nuk kish marr pjesë. 65. Sa ka drejtu profeti alayhi salam dhe sa 27 i ka drejtu profeti alayhi salam, vetëm njëra nuk e ka drejtuar ai, mirë po është konsideruar ghazwa, betejë, dhe ajo është beteja e Tebukut. Mirë po e kanë konsideruar të gjithë dietarët që quhet që ka marrë pjesë. Pse? Sepse profeti alayhi salam e ka përshkruar në çast çfarë po ndodhte atje, pra sikur ishte prezant, u përshkruante shokëve të tij në xhami. Dhe e kanë quajtur që ka qenë prezant në këtë. 27 në 38 të tjera, këto janë dërgesat e dërguarit Zot. Dhe një prej këtyre ka qenë kjo Seiful Bahr quhet kjo, po Seiful Bahr, ku profeti alayhi salatu wasalam në vitin e 8 të hijretit dërgon domethënë në drejtimin e Abu Ubejde ibn Jarrah
300 luftëtar për të vëzhguar se çfarë po bëjnë kurajshitet ose në ç'përgatitje janë ose fiset për rreth tij. Mirë po shikonin se në gjendje të vështirë ekonomike ishin. E disa ishte ushqimi për 300 luftëtarë të cilët domethënë i Zotit dinte sa ditë do kalonin, vetëm një thes me hurma. Një thes me hurma arabie. E duken pak domethënë kur në xhami t'japin 5 kokra me çel liftar. Dhe di se sa ndante Ebu Ubejda o vëllezërit e mi. Me i kokër hurmë, gjithë ditën. I kanë pyetur sahabët që kanë marrë pjesë, ore, çfarë bëjshit me i kokër hurmë? Pra kishin shkuar për luftë. Çfarë bëjshit me i kokër hurmë? Ka thonë, u lëpishim me të, se s'ke që me bë tjetër. Dhe e fuqim në ujë. E fuqim në ujë, pishim ujin, domethënë u ëmbëlson dhe uji dhe pinim ujin. Se s'kishin çfarë me bë. Thot derisa mbaruan dhe hurma, se i thes hurma ishin. Pra imagjino nga 300 kokra për ditë. Ja pas ka thesi domethënë 50 kg. Shpejt do mbarojnë. Thot dhe fillum se s'kishim çfarë të hanim, nuk kishim çfarë të gjenim. Thot merrnim gjethet e pemës, i grinim. Pemë të ndryshme. Dhe këta e kanë qenë ndryshe edhe betejë e gjethetve. Sa ishin në vështirësi ishin. Thot dhe duke ecur buz detit, pam një gjallës, pra gjallës, fjala bëhet domethënë për balena, po nga që s'kishim parë më parë. Thot pam një gjallës shumë të madhe që kishte ngordhur dhe kishte dalë në breg të detit. Shkuam aty, u shiqyr Zoti domethënë që e gjetëm për të ngrënë. Kush ishte i pari? Ebu Ubejda. Jo tha Ebu Ubejda. Nuk hahet ngordhësira. 300 veta vëllezër, ashtu siç ishin në vështirësi, sot ti kanë qetë syt më. Me qenë 300 veta për Zotin ti qisin syt kusht. Jo, hoxha, jo prisi, i gre për jashtë dot. Ebu Ubejda një thonë që jo, ishin të vdek për bukër, s'kishin çë më ngranë. Thot pastaj filloi duke u mendu, ktheu me vete domethënë ajetin kuranor, ku Zoti tregon që përveç atyre që u rrezikohet jeta për nga uria e madhe. Dhe tha, bujrum. E ti futi të hangë, me thot ke balena. Aq e madhe ishte ajo balenë, sa në një pjesë të balenës, o vëllezërit e mi, një pjesë të balenës ka ardhur transmetimi, janë fut 13 burra. Por imagjinoni sa e madhe ishte balena. Morën dhe me vete madje. Dhe kur kanë shku ke profeti alayhis salam, domethënë i treguan të dërgumit të Zotit, kanë ngrënë për ditë me radhë, Dhe morën thot për i dhjamit të saj. Se dhjami rronde. Dhe kur shkuan ke profeti alayhis salam, i thanë që i dërguar i Zotit, kështu kemi vepruar. I thot pejgamberi alayhis salam, a nuk më solli çik dhe mua? Ç'është ishte kjo fjalë, nuk më solli çik dhe mua? Ishte për ta konfirmuar përfundimisht që është e lejushme. Kjo ishte qëllimi. Se si ishte pejgamberi i tipi që s'm prunë në një çik në mundësh. Pra ai aty të pyet për shembull po ju tregoj një rast, më thot dikush merr në telefon, o hoxha thot, kanë dhënë këtu ke puna një 3 qela për vit të ri, po sti si t'ja bëj? T'ja bëj mos si t'ja bëj. Po s'di si më ja botash me sill mua. Jo, ashtu tha ditë pa, tash më çem pyet kot. Po s'di si t'ja bësh. Bie ke unë se ti në si thërë në çdo gjë tjetër. Pra profeti alayhis salam thot, a nuk më sollët mua? Ua konfirmoi plotësisht. Pra Ebu Ubejda radhiyallahu anhu, në jetën e profetit alayhis salam ka pas vlerësimin më të madh. Vim tani në vdekjen e dërgumit të Zotit. Ne më parë kemi përmendur si në jetën e Ebu Bekrit, si në jetën e Umerit, një fragment shumë të rëndësishëm, ajo që njihet ndryshe beslidhja ose zgjedhja e Ebu Bekrit në fisin Beni Saida. Në fisin Beni Saida, pra ishin mbledhur tashmë me vdekjen e pejgamberit për të zgjedhur parin. Me ta marrë vesh Ebu Bekri, bashkë me Umerin shkon aty, kishte edhe të tjerë normalisht, ndërta ishte edhe Ebu Ubejda. Dhe ngrihet Ebu Bekri radhiyallahu anhu të flasë, sepse ishin mbledhur vetëm ensarët për të vendosur ata tashmë
dhe ngrihet ai Ebu Bekri radhiyallahu anhu merr fjalën e kush mund të fliste para Ebu Bekrit, dhe Omeri radhiyallahu anhu domethënë ka thënë që doja të flisja, pra në ditë nuk doja ta lija Ebu Bekrin të fliste, se kisha hall të thoja atë që kisha në zemër unë, më thonë. Dhe vallahi thot nuk ka lënë gjë Ebu Bekri radhiyallahu anhu nga ajo që unë doja të flisja, vetëm se i ka përmend gjitha. Dhe në fund fare thot u ngrit Ebu Bekri radhiyallahu anhu dhe tha: o ju vëllezër, dy janë propozimet e mia, pra nuk kam këtu nga të pranishmit asnjë më. Zgjidhni ose Umar ibn al-Khattabin ose Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, të cilin e ka cilësuar pejgamberi alayhis salam, që Abu Ubaidah është besniku i këtij umetit. Çohet Umeri radhiyallahu anhu dhe ky e ka bërë vendimin e parë, thot i ka dhënë besën atij Abu Bekrit dhe i ka thënë: a zgjidhet kush, ndërkohë që është Abu Bekri gjallë, ndërsa Abu Ubaidah ka thënë: a zgjidhet kush mbi përzgjedhjen e profetit, sepse profeti alayhis salam domethënë kishte orientuar që ai i cili do të printe në namaz në ditët në të cilët ishte i smur në fundin e jetës së tij, kush ishte? Abu Bekri. Thotë, ka domethënë mbi Abu Bekrin? Nuk ka. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu qëndroi i tillë gjatë periudhës së Abu Bekrit dhe u nis domethënë në kohën e Umerit, domethënë ishte në krye të detyrës, duke luftuar me patjetër në kufit e Shamit. Thotë dhe aty Umeri radhiyallahu anhu ndër gjërat e para të cilat i bën ishte shkarkimi i Khalid ibn Walid dhe emrimi e Abu Ubaidah ibn al-Jarrah si i pari ushtrisë, si komandant. Shikoni tash se me çfarë njeriu kemi të bëjmë. Me dalë sot dikush, më falni domethënë se po e përsëris sërish këtë shprehje, ore qit syt, me i dhon ti detyrë dhe ti të rrita drejtoje akoma i tjetër. Ore qit syt po thon. Ndërsa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu thot për 4 ose 5 ditë me radhë, sepse ishin në kulmin e betejës, Abu Ubaidah nuk u ndi. Kur përfundoi ai Khalidi, kur përfundoi gjithçka, urdhëroi tha Khalidit: kjo është e Umerit radhiyallahu anhu, pra që të shkarkon ty dhe më ngarkon mua. Kur shef datën se kur ishte nisë, kur ishte ardhur, se ishte bollogëria, i thotë Abu Ubaidah kur ka ardhur? Thotë ka 4 ose 5 ditë. Po pse më thu tani? Nuk desha thotë ta prishë një diçka të tillë. Pra Abu Ubaidah detyrën nuk e konsideronte privilegj por përgjegjësi. Dhe mjafton që ajo kryhej dhe nuk i interesonte gjë më tepër Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Umeri radhiyallahu anhu ka pat një konsiderat akoma më shumë të madhe për Abu Ubaidah. Madje thot kur ka qenë në një shtëpi, kanë qenë për vizitë diku, kanë ne duke folë me njëri tjetrin që çfarë do të dëshiroje. Gjithsej i cili për shembull ka përmend se çfarë dëshiron, çfarë ka thonë Umeri radhiyallahu anhu? Do të dëshiroja që këtë dhomën, pra aty ku ishin, ta kisha përplot me burra si Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dhe Muadh ibn Jabal. Këtë do të kërkoja, këtë do të kisha dëshirë për Allahut. Ta kisha përplot me burra si ai. A nuk themi ne për shembull për dikë që nuk e ka shokun, nuk e ka një dytë, ose s'ka tjetër mos si dy, sikur ti edhe i tjetër. Ndërsa Umeri nuk kërkon një. Umeri thotë ta kisha pas plot këtë shtëpi, domethënë me burra si Abu Ubaidah dhe Muadh ibn Jabal. E normalisht që Abu Ubaidah radhiyallahu anhu do t'i kishte dhe sprovat e veta. E një prej këtyre sprovave do të jetë fragmenti kur Umeri radhiyallahu anhu përtej shoqërisë që ka me dikë, prandaj është ajo domethënë që në punë nuk ka, në punë duhen zbatu rregullat. Shok jemi ke shtëpia, jemi ku dushti, po në punë nuk ka shok. Duhen respektu rregullat, aq më tepër kur bëhet fjalë për përgjegjësitë e shtetit. Nuk duhet të ketë tolerancë fare. Umeri radhiyallahu anhu merr rrugën për të vizituar tashmë Abu Ubaidah, por para kësaj i kishte dërguar prisit të vendit, sepse ishte pris ai në atë zonë, zonat e Shamit, prisit të vendit i kishte dërguar domethënë një sasi të konsiderueshme parash. Thuhet 5000 dinar. Dhe merr vesh Umeri se nuk ka marrë asgjë për i tyre. Të gjitha i kishte shpërndar, kujt 50, kujt 100, i kishte shpërndar të gjitha.
Kur shkon Umeri për ta vizituar ndër të tjera, insiston dhe dëshiron të shohë, domethënë, shtëpinë e Abu Ubejdes, pra duhet të vizitu ke shtëpia, duhet të ardhi vizitë ke shtëpia. Po çdo ke shtëpia thotë prisi besimtar. Pra jemi këtu, jena në kamp, ku i thon kryet detyrës. Jo, kam qejf me të ardh ke shtëpia. Sot po çdo ke shtëpia domethënë i bën me qafë. Thot kur ka shku, thot, pra kjo pa përgatitje. As nuk e dinte se do e vizitonte Umeri, pra e gjeti gafil thon ndryshe, domethënë të pa përgatitur. Dhe kur ka shkuar thot aty dhe ka vizituar domethënë Umeri, ka vizituar Abu Ubejdin, ka filluar të qajë me të vërtetë. Ishte në një gjendje të mjerueshme, financiare po flasim, financiarisht. Thot Umeri subhanallahu, thot gjithëve na ka ndryshuar dynjaja. Vetëm ty Abu Ubejdi thot jo. Të gjithëve na ka ndryshuar dynjaja, ty nuk të ka ndryshuar. Nuk të ka ndryshuar thot kurse si. Abu Ubejdi radhiyallahu anhu do të ishte personi i cili e fliste atë që mendonte, e thonte atë që mendonte dhe s'kishte frikë kërkën pos Allahut subhanahu wa taala. Tek shkonte Umeri në drejtim të Aksas, lutim Zotin të çlirojë prej aty në qendrë derrave atje. Ata janë njerëz për nga krijimi, po për nga vepra e kam, se janë njerëz për nga krijimi, ka kriju Allahu njerëz. Dhe në një vend aty ish përhap malaria, do të thonë kanë qenë smundjet e kohës, koler, malaria, gjëra të tilla, epidemi të ndryshme. Dhe Umeri radhiyallahu anhu i urdhëron ushtrinë që të kthehen, të mos futen në atë vend ku kishra kjo smundje ose kjo epidemi. I thotë Abu Hurajra radhiyallahu anhu, thotë prisi besimtarëve, e të firru min qadarillah, a i mbath prej kaderit saktimit Allahut, thot si kur dikush tjetër postejo e Abu Ubejdet më dhonte këtë fjalë, ndoshta përgjigja do ishte ndryshe, po ti je tjetër. Pra e di brumin tënd. Thot në firru min qadarillah ila qadarillah. Ne thot largohemi, pra i hikim, ja mbathim caktimit e Allahut për në caktimin e Allahut. Dhe më pas një prej sahabëve të pranishëm i përcjell hadithin e profetit alayhi salatu wasalam kur thot, kur ta dëgjoni se malaria ose kolera ka rënë në një vend, mos hyni, mos shkoni në atë zonë. Mos shkoni, do të elhamdulillah thot Umeri. Mirë po, në vitin e 18 të Hijretit, atëherë kur Abu Ubejde, ndoshta ajo që nuk përmenda është se ai musliman është bën moshën 27, ka qenë 27 ose 28 vjeç kur e ka pranuar Islamin maksimumi. Ajo që nuk përmenda, që duhet përmendur, është fakti që në vitin e 18 të Hijretit në Amwas, një zonë ose kohë ishte nga fshatrat e Amanit të sotëm, kryeqytetit të Jordanisë, ra një malarie ku vetë Abu Ubejde ishte në afërsi të atyre zonave. Dhe i dërgon letër telegram Umeri radhiyallahu anhu. Umeri ka pas një konsiderat jashtëzakonisht madhe për Abu Ubejden. Në shtratin e vdekjes ka thënë sikur të ishte gjallë Abu Ubejde ibn al-Jarrah, atë do ta kisha lënë pasardhësin tim. Dhe nëse domethënë do e bëja këtë që nëse Allahu do më pyeste se pse e emrove Prijes ose Mëkëmbësin ose trashëgimtarin tonë, do thoja sepse e kam dëgjuar profetin alayhi salatu wasalam, do thoj çdo ummet e ka nga një besnik dhe besniku i këtij ummeti është Abu Ubejde ibn al-Jarrah. Dëgjon Umeri se aty ka rënë malaria, kolera dhe i shkruan më një herë Abu Ubejdes me postë të shpejt duke i kërkuar, kam një urgjencë, duhet vish në Medinë. E kupton mesazhin e Abu Ubejde kur shkon telegrami i Umerit tashmë Abu Ubejde radhiyallahu anhu, domethënë i shprekur që është vërtet nga smundja, dhe i shkruan domethënë Umerit radhiyallahu anhu duke i thënë që o prisi besimtarëve, e kuptova shqetësimin tënd, të falenderoj për vllazërinë që ke treguar vazhdimisht, për mirakullin që ke treguar vazhdimisht, por ai kërkon në robit, domethënë, ai kërkon të përkohshmit, ta shndrosh, domethënë të kërkoj shëtjet i përhershëm këtu. Pra ne të gjithë jemi të përkohshëm, ky është qëllimi.
Pra unë jam i përkohshëm thot dhe jam prek nga kjo smundje. Ai kërkon të përkohshmit që ta shndrosh në të përhershëm, pra ti don të mruash, të kërkoj ndjes do të prisi besimtarve, por nuk mundem. Nuk mundem. Dhe kur e ka lexuar letrën Umeri ka filluar duke qenë. I tha na ka vdek Ebu Ubejde, nuk ka vdek tha, po në të rrugë është. Pra e kuptoj. Ebu Ubejde radiallahu anhu, gjatë kohës që ishte i smur, se gjithmonë domethënë prisi, ishte ai i cili duhet printe edhe në namazë. Ebu Ubejde radiallahu anhu, gjatë kohës që ishte i smur, e mbroi për të prirë në për namazë kë sahabiun e nderuar Muadh ibn Jabal, edhe vetë Muadhi do të vdesi këtu, ha? Muadh ibn Jabal. Thot kur ka shku Muadhi për të prirë për namaz, ka ardhur lajmi që vdiq Ebu Ubejde. Shkon Muadhi, e ka përgatit vetë atë xhenazën e Ebu Ubejdes, Amr ibn Abdullah al-Jarrah, dhe e ka fal vetë xhenazën e tij, e ka fut vetë në varr dhe pasi e ka mulu varrin, thot ka qëndru tek varri duke fol, duke porosit të tjerët, duke i këshilluar dhe duke thënë, unë do të flas, thot, do të mbaj një fjalim këtu dhe shpresoj në Allahun, thot, se nuk do të them vetëm se gjërat të cilat i kam parë, i kam jetuar dhe konsideratat të cilat domethënë të tilla i kam vlerësuar. Përsa i përket këtij burri, thot, të cilin sapo e kemi vendosur në tokë, domethënë dhe e lëm këtu, unë dëshmoj në Allahun xhel xhelalu se sytë e mi nuk kanë pa në nivelin e këtij njeriu. Sytë e mi nuk kanë pa në nivelin e këtij njeriu, sepse ishte shoqëruar në ditët më të vështira me Ebu Ubejden radiallahu anhu. Nuk kam parë, thot, më asket. Nuk kam parë njeri, domethënë, i cili nuk ishte ambicie, por donte vetëm se të realizohej e mira, më trim, më guximtar. Person domethënë që jetonte me të tjerët, me shpirt dhe me mishëm, me çdo gjë jetonte me të tjerët. Ndaj thot, çfarëdo që të them unë sot, besoj thot se është pak në krahasim me atë që në realitet ka qenë ky njeri. Vitin e 18 Hijretit kalon nga e përkohshmja, por në të përjetëshmen, në moshën 58 vjeçare. Pra akoma kishte se çfarë mund të jepte, por është saktimi i Allahut subhanahu wa taala i cili në fund finalizohet. Largohet ky zotni duke lënë pas tij një mal me dëshmi, fjalë domethënë të cilat shokët e profetit alayhi salatu wasalam nuk flisin për të vetëm se mirë, nuk përmendin për të vetëm se qëndrime të cilat shkruhen me shkronja prej ari. E lutim Zotin xhel xhelalu ashtu siç përmendim historitë e këtyre burrave, të këtyre njerëzve të shuar, të na mundsojë që edhe ne të ecim rrugës së tyre, punës së tyre. Thonë një fjalë, në mos paç mundësi me qenë Abu Bekr, i Umer. Në mos paç mundësi me qenë Umer, i Ali, i Uthman, i Abdurrahman, i Talha ibn Ubaidillah, i Zubair ibn al-Awwam, i Sa'd ibn Abi Waqqas, i Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dhe i Zeid. Për gjithmonë rrike këto 10 përgëzuarit me xhenet dhe të gjithë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ama i njëri prej tyre. Jo mos më qenë asnjëri hiç. Ndaj o Zoti i Madh na bëj prej atyre të cilët me vepër vërtetojnë atë që mund të flasin me gjuhët e tyre apo mund të pohojnë me gjuhët e tyre. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo të smur Allah shëroje. Për çdo të provuar Allah largoje provat brengat. Për çdo person i cili nuk gjen zgjedhje, nuk gjen sukses, Zoti jepi zgjedhje e sukses. Të lutem ty i madhnueshmi Allah për çdo të moshuar, Zot ndihmoje në pleqërinë e tij. Për çdo të munduar nga borxhet, Zot ndihmoje në shlyerjen e borxheve të tij. Na furnizo Zot prej hallallit dhe bëj atë të dashur për zemrat tona. Na largo Zot prej haramit, sa ke larguar lindje nga perëndimi dhe bëj atë të urryer për zemrat tona. Na i afro zemrat tona dhe na vllazëroje, na afro me njëri tjetrin ashtu siç na i ke afruar gjymtyrët e trupit ton. Lutem ty i madhnueshmi Allah për gjithë pranishmit, mos u le hall pa zgjedh, lutje pa u dhënë përgjigje. Lutem ty i madhnueshmi Allah, sikurse na mësove të ndjedhemi në këtë vend begat, me madhruar madhrinë tënde, nëpërmjet këtyre përkujtimeve, na mundsoj që të gjithë bashkë me familjet tona dhe të gjithë ata të cilët i duam dhe na duam për hatrin tënd, të mbledhemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.